Për shkak të vonesave në përfundimin e aeroportit të Vlorës janë lëshuar edhe faturat e para të penalitetit, bëri të ditur Ministri i Infrastrukturës edhe Energjisë Enea Karakaçi. Ministri tha se kompanive ju është lënë një afat prej 30 ditësh që të zgjidhin mosmarrëveshjet ose për të ulur në ndërmjetësim. Që përshtatori të vitit të kaluar, projekti i aeroportit të Vlorës është përfshirë në një sag ligjore ndërmjet dy aksionerëve kryesorë që zotërojnë koncesionin. Ngërçi i krijuar nga ky rivalitet ka ngritur paqartësi mbi ecurinë edhe të ardhmen e investimit strategjik. Fakt është që dhe ju e keni parë gjithë, që aeroporti ka ecur në punime të avancuara, pra është ndërtuar, pista është ndërtuar dhe jemi në përfundim, nuk mund të ta them fikse sa është përqindja e punimeve, por është shumë evidente secili nga ju e ka parë në imazhe të bëra publike që aeroporti ka ecur mirë për sa i përket avancimit të punimeve civile. Patjetër që ne do marrim gjitha masat e nevojshme që aeroport të përfundojë dhe të jetë operativ sa më shpejt. Përfundimi i tij patjetër do bëhet në mënyrën sa më të shpejtë të mundshme, sipas afateve që vetë kompanitë kanë kërkuar për t'i vënë. Ndërkohë, po ashtu element i rëndësishëm që dua ta theksoj, faktin që për çdo ditë vonese dhe për çdo muaj vonesë ka penalitete. Ne tashmë kemi lëshuar penalitetet e para, faturat e para të penalitetit për vonesat përkatëse. Por ajo çfarë është më e rëndësishme të theksojmë është aeroporti do ndërtohet dhe do jetë operacional.